Ku ka ma mirë se sa me hap prej mesit Prizrenit gëzuar me gjithë me kafe ekspres, me bëjshin mirë kafe në ekspres në Prizren. Ju përshëndes gjithëve, një mbyllje këtij sezoni fantastik, ja ku jemi këtu me babën e rrugës, Cadillac Eldorado i vitit 1976. Jemi sot mes qytetit bukur Prizrenit, ku kemi ftesë nga Oldtimer Klub Prizreni. Edhe është 20 vjetori realisht, edhe e hati kryetari, themeluesi i Oldtimer Klub Prizrenit, na ka ftu, kemi ardhur nga larg me prezantu Oldtimerat, një diçka shumë e bukur, edhe po jep të mesazh për gjithë që keni dëshirë me pas Oldtimera. Nëse nuk e provoni dhe e shijoni se çfarë ndjesi është ta kesh një Oldtimer dhe dalësh me të, nuk mundesh me besu. E unë sot kam ardhur du me folë për gjitha këto makina. Do ta kushtojmë këtë mbyllje të sezonit Oldtimer edhe këtij eventi, edhe kam dëshirë me i marrë dhe këta pronarët e makinave. I kam njoft disa njerëz shumë mrekullueshëm, edhe du me i pyet pak për makinat e tyre. Kjo është aeroplani i Fullship Show, siç e dini gjithmonë ju kam treguar për aeroplanin ton. Njerëzit po bëjnë fotografi në këto momente, e kjo është e bukur që ju jep kënaqësi edhe njerëzve për të bërë fotografi dhe video e për të shijuar makinat tona të mrekullueshme. Hajde me mua shoku im, edhe herë du më ju falendëru të gjithë shikuesit e Fullship Show-t për këtë sezon. Zoti ju ruaj gjithëve, një mbyllje fantastike, s'ka më mirë se sa me mbyll vendin tonë. Kjo do të thotë që zogu Folen nuk e harron kurrë. Ne kemi punu në diaspor që sezonin, po mbyllja në vendin tonë. Kjo do të thotë që duhet me punu në diaspor, me jetu në diaspor, me fitu në diaspor, por gjithmonë mbyllja, investimi në vendin tonë. Ku e kam e hatin? E hati, nuk e di ku është. Do të shikoj për e hatin tash për ta gjë. Ja ku është e hati atje. Ja, ai është e hati. Ne do rrim se jemi live, jemi direkt, nuk do na më shqetësu dikën, nuk kena diçka me montazh, e kemi gjithçka spontane dhe transparente. Ai është themeluesi atje, po e kanë bllokuar do njerëz të bëj foto. Edhe e kuptoj shumë mirë. Mirë, po diçka shumë fantastike. Ja ku kjo makina këtu. Shikoj se çfarë makina. Hajde shkojmë pak te aeroplani i dytë derisa të lirohet e hati. Aeroplani i dytë i Fullship Show. Ja ku është. Ja. Ky është aeroplani i dytë i Fullship Show. Ja, ky është. Dhe është Cadillac DeVille i vitit 1959. Original, i pa prekur, i pa restauruar, dhe i pa vunë dorën të. I mbajtur, i ka vetëm 9.000 milje të kalume, pra shumë i ri, shumë i mbajtur, edhe sot flitet për çmime. Hajde këtu, hajde shefe mbrapa si duket. Ja si duket sikur raketat e Elon Musk. Hajde këtu, hajde qikan, hajde këtu, ja shikoje pak mbrapa si duket. Ja, ktheu pak edhe shikoje raketat e Elon Muskut këtu gjigant. Shikoje se çfarë kënaqësie e bukur është me qytetarëve më adhuru këtë kënaqësi, me i pa, me i vizitu këto makina, me bo fotografi. Edhe herë, ju sugjeroj gjithëve që të bleni sa më shumë Oldtimera, se është një art në veti. Kam shkaj e hati, ma kanë lëshu e hatin se më duket ma kanë kindapu.